këtyre zgjedhjeve është i targetum po aq ashpër nga ajo deklarat sa edhe individualizimi i fajsisë. Unë mendoj që populli i Kosovës dje me deklarat e ka marrë vesh një gjë. Me këtë do t'jenë. Me atë, si që tha deklarata, që e ka prisht të gjithë rrugën të cilën e kemi ndërtu bashkë, apo jeni me neve që spaku të ndërtojmë një rrugë e cila ka një shpresë që të dalim nga ngy batakit keqës. Dhe kjo normalisht që reflektohet zgjedhje. Absolutisht që reflektohet. Dhe si do që reflektohet, për të mirë për të keq, pasojat kanë me qenë tranda. Mujnë njerëzit me votu vendosin 50, le të shkojnë 60%, po mos ki ambasad këtu pastaj. Ose nuk ki diçka tjetër këtu. Se po flasim për një të djathtë të ashpër ndaj që qyshe shprej pak knatësim për shembull. E djathtë e ashpër, kur s'ka qenë me ashpër se sa Amerika e sotme. Me pasoja, pa pasoja, për të nuk po flasim, por ata janë të pamërsheshëm. Unë, sa po kuptoj, në pjesën e parë tetorit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë me hy në një bisedë në shtëpinë e Bardhë për sa do t'i zvoglojnë ose cilat ambasada do t'i heqin nga disa vendet botës. Mos harroni që një prej vendeve që është e targetume për mos me pas ambasadash Kosova. Në biseda serioze të cilat nuk është veç për Kosovën kjo. S'po themi që kjo target është veç Kosovë. Po ka disa vende cilat do të mbesin pa ambasada. Si më falë, s'kam shore, si mund me pas një qasje t'il me jek ambasadë? Nuk i informacion, mos spekulo. E ju a keni informacion? Po, fakti që po flas kam informacion. Po, dhe unë kam informacion. Që e ka një bazë amerikane me ushtarë këtu, edhe për heka ambasadën, pas që ke spinu i. Po, unë nuk thash strategjikisht ka hi këtu, strategjikisht ka hi këtu. Unë po thom, me dashme bo analizë, unë s'thash e heqin. Unë po flasë, cilat do t'jem pasojat e tarmës, të cilat nuk janë largë, do t'a shini, asë një rast pa e përmend nuk largë. Unë ti nuk njifemi. Unë kur në studio nuk flas kot. Jo, nuk flas kot, as nuk i vendosi një fjali nëse nuk jam i bindun që ajo fjali është... Unë respektoj mendimin e së cilit, o t'ju i po kam drejt me pas mendima ndryshe. Nuk po flasë ka mendim këtu. Ta shtë ato që i kemi, ne përdesoj mi ftune një tavolin, po nësëri mi ftune që një tavolin, asë cile kemi qa drejt mi shprej që ato që i kemi. Për ndryshe e pësu ftoa dhe ta mi bashkë të pa. Reagon mendim, po, egziston këtu baza ushtarake, egziston edhe ambasada njëra tjerë, një logika është përmen që ka ndonë një sulm, një luft mundshme, apo të përmendoj mendimin tani le të qetë qatë donë, se nuk kam nevoj me polemizu për fakte, po unë po flasë... Për informacion. Unë po thomë, cilat mund t'jem pasojat? Dhe pasojat nuk janë dvogla, nuk do t'jenë për veç sa për të thonë. Unë po thomë, po diskutohet që së paku 20 dhe 25 ambasada të largohen. Pra sy se janë të pa nevojshme edhe një ambasadë mund t'i kry punët në për disa vende. Po, dhe e vërtet është. Një Tiranë, një Prishtinë. Se dia do jetë Shkupi, se dia do t'jetë. Këtë territor ka që vogël, për 3 ambasada. Edhe dojmë të prognoza pësaj. Me qenë se po flasim për prognozën. Kjo ishte një hyre për me të regu që do thot votusi. Cili është votusi, cili do të shpjegon. Ty, liderët e opozitës dje janë të gozhdum për fajsinë e përbashkët për faktin që nuk arrin një konsenzus, për shkak të një plagprisi, dhe fajsimi gati është i njësojt për këti që është plagpris, edhe këta që nuk arrin një marrëveshje për, po themi, për një qeverisje. Do më thonë, fajsia nuk është vetëm të kë, është edhe të këta që s'kanë veprem. Okej, ajde, Gjavit. Edhe dalim pasaj të prognoza. Po provoj bësh me të fjalisë të këtem, këse që edhe keni diskutu pramë, mos të këtejmë, pra po
shumë shkurt, nuk la moment ku kishte media shumë, kur u përmendën lufta Ukrainë-Rusi, pa u përmend për presidentit Trump që ka parandalu her luft, her konflikt, her sulm, e qunë të prometirma të ndryshme, pra të të regu një lloj interesimi, se ka ushtar këtu, ka pas një intervenim të natës këtu, dhe se unë zdyshoj që i ka informacionet, po që se informacioni shkan të relativizu që të tam interesin e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Kosovë, unë e besoj mund të hek në shtanë Shkup, ose mund të hek dikun, po edhe në që se hek për Prishtinës, nuk do të thotë që do tjetë si tam interesimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës në një periudhë kaq shkurt i parëndësishëm për Kosovën, nuk e besoj këto. Tani edhe kurti e din, se që din edhe shumë tjerë, se që kanë përjetu në lëkurën e tyre dhe vëqi që Zoti Hoti kur ishin e zyrë në valet, që momentin kur i fshina i përpara i nuk e vetë. Po deri të vjen që aja fazë, këtë rast, Zoti Kurti këtu, aja atje, provojnë me bomba të mirën të mundshme për vendin e vetë. Kështu që, po thamë dhe njëherë, nuk i gëzohna asë një përplasje me Shtetet Bashkuar të Amerikës, dhe këto thashtë që në fillim, dhe këtu pajtuemi pësej se cili për nesh, po unë mendoj që neve do të levizëm për para në një moment caktum, kur do të ndalet lufta atje, që t'i vjerë radha dhe çështjes Kosovës, që do të prejet një këmish dhe të shpresojmë që aja tjetë sa ma pak e damshme për neve, sepse na diçka kemi me lëshupe, me këshirë në vija trasha, hjek rëndësin për i Kosove, nuk i besoj. Veni fundit në Evropën juglidore është Kosova realisht e cili mundet me pas interesimin e vogël me ato, sepse... Lea të dhamë është Ne jemi shumë Nëse mja, vës një vjani.